Shohim po ashtu një transmetim shumë interesant ku Esma, vajza e Ebu Bekrit, tha, nëna ime, e cila ishte politeiste, erdhi tek unë thot për të më takuar. Gjatë një marrëveshje që patën muslimanët me Kurejshet, dhe e pyeta të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam që të më japi një vendim. Dhe i thash, oj dërguari i Allahut, nëna ime ka ardhur tek unë dhe më zi pret të më shoh mua. Pra ishte politeiste, vazhdonte ajo adhuronte idhujt dhe statujat. Por ama do të takonte vajzën e saj. Vajza, duke e ditur se përballë ka një nën politeiste, në radh parë kishte frikë Allahut, prandaj shkoi ke profeti sallallahu alaihi wasallam të marrë leje çfarë të bëni në situatë kësaj natyre. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam kur e pyeti ajo dhe i tha, a duhet të mbaj unë lidhje me nënën time edhe pse është politeiste? I tha, po tha, mbaj lidhje me nënën tënde. Dhe Allahu xhaleshanu në Kur'anin famullar thotë që marrëdhënia me prindrit duhet të jetë në një sjellje madhështore, përderisa ata nuk të synojnë ty besimin. Ato mund të jenë jo besimtar, por përderisa nuk të pengojnë, ti je obliguar që të sillesh me ta në marrëdhënien më të mira për sa i përket jetës së kësaj bote, vetëm nëse ata të thonë mos beso Allahun, aty nuk dëgjohet prindri. Po për çështje të tjera duhet diskutosh, të flasësh dhe të dalësh në konkluzionet më të mira që ti vish në shërbim prindërve të tu.